A e donë Allahun po? Ta shohim, nxjerrë në praktik. Ajde vjen provimi, Allahu të thëret për në namaz, puna të thëret për në pun, rogat të kërkon ti, familja pret prej teje, evladi janë duke kërkuar, të gjitha kërkojnë prej teje dhe Allahu të thëret, hayya ala salah, hayya ala falah, dhe tash ti dëshmoje, urdhëro dhe dëshmoje, kanë dhe donë mas shumë ti. Ala me ndonë që mundesh me thanë e dua Allahun dhe nuk vlen, nuk qëndron, dëshmia është në vepër, kanë dhe donë mas shumë ti Allahun, në regull, nëse thot Allahu dhe pastaj vinë gjëra tjera, ato gjëra tjera nuk vlen, nuk hinë në listë fare, nuk llogaritën, pse? Se ka thonë Allahu, a bëhet fjalë për muslimanin që një gjë kur të thot Allahu dhe pastaj ende me e kthy kokën nga ana tjetër dhe me pa kush po thot diçka tjetër.